Sonte është nata e madhe, nata e Beratit. Një ndër netët e mëdha të mira të cilat janë të dalluara nga netët e tjera të vitit, e cila konsiderohet si nata e shpëtimit, e kërkimfaljes dhe e pendimit, është edhe nata e Beratit. Berat ka kuptimin e pafajësisë. Kjo natë e madhe bie në natën e 50 të muajit Shaban, që është muaji parandarës i Ramazanit. Ndryshe quhet edhe nata e gjysmë e Shabanit. Në këtë natë Allahu e cakton fatin e krijesave të gjalla për vitin tjetër. Natyrisht fatin e një krijese mund t'ja caktoj vetëm ai i cili edhe i ka dhënë jetën, ai i cili e ka krijuar. Kjo natë u arikujton besimtarve që të përgatiten sa më shumë për pritje sa më të mirë të muajit të Kuranit të agjerimit, pra të përgatiten sa më mirë për Ramazan. Rëndësia kësaj nate më së miri ne ka pasqyrua pejgamberi alayhis salam përmes haditheve të tij. Këtë natë ata kanë kaluar me ibadet të shtuar, me lexim të Kuranit, me nafile namaz, me dua, lutje, me kërkojnë falje, me dhënje të sadakës e me vepra tjera të dobishme. Në qytetin e Prizrenit kjo natë ka një rëndësi të veçantë sepse në të gjitha shtëpitë e besimtarve ka një natë gëzimi me begati dhe lutje të shumta.